këtë liri, këtë shtet, do të arrujmë si sytë e ballet. Sepse kanë dhënë shumë njerëz jetë, kanë derë shumë njerëz gjak, ka djemë e vajza që kanë qenë me thirrë. Me thirrë babë, me thirrë nonë, me thirrë vllahun e vet, më të madh që ka rënë luftë. Po se kanë pas atë fat. Se kanë pas atë fat dhe ndaj kësaj shtrese do të më qena shumë të kujdesshëm. Këta që kanë dhënë jetën për neve, nuk është mirë me ofendu. Këta është mirë familjet e tyne me i bon, me jetu me dignitetin më të madh që mund me pas një familje. Që mund me pas një fëmijë dëshmorët. Me i bon krenar vend e vetë, ku për këtë vend ka ra baba ti. Ka ra vllavi ti, ka ra agja ti. Jo me marrë rrugën në mërgimit. Jo me marrë ofendime për njerëzve të caktuar. Sikur kanë mision me ofendu, me linçu, me këshyrë me zhvlerësu njerëz që kanë ra për këtë vend. Për gjallët, për binja dyqysh. Edhe ofendimi, edhe linqimet, edhe gjëra tjera që është zërë me i përbinj. Po për njerë që kanë ra, unë për vetën time nuk kisha mujt me i thonë që ati që jetë qenë njerëzore. Nuk kisha mujt me i thonë një njerit që din me këshyrë me i përdhos vlerat e gjakun e dikuj që ka ra për venën e vetë. Nuk është e lehtë me marrë atë rrugë, edhe me mendu apo kthehesh te familja jote as po kthehesh. Asnjëri për neve që ka rrok pushkën vitet 90-ta, kur s'ka mendu që ka me prit lirin. Kur s'ka mendu që një ditë ka me zbardh paurë dhe kupe i fortë a sërbe. Dhe aja të ka bo me menu që ka me të vra thëmija ku je fjet me ta. Ka me të vra nona, baba, që janë me ty ato. Ka me të vra këshia që kanë vra Ademi Asharit ato. Dhe tash, me gjithë forës dikush, jo njerëzore, me këshyrë me të i përdhosë të, nuk e di çfarë shoqënie nga njerë jeme, ose s'di ku e gjojmë atë forcë me i dëru ata njerëz. Djemt e vajzat e dëshmorë janë amaneti i aty në shokëve tonë. Për me kujdes, për me i këshyrë, për me i trajtu, mënyrën më të mirë të mëshme që din me i trajtu shteti i vetë, vlerat që kanë prunë këtë liri. Ato si jem ka e bojë. Ato do të me ka një klasë politike me shujt këta zera, me ka një klasë politike me ngrit këto vlera dhe me kujdes për këto vlera. Kem në familje, nipa, stërnipa, që kanë, kurës që kanë alë pushkën sërbet. Dhe ata nuk dojnë as ma pak, as ma shumë, përveç një dorë të shtetit që din më kujdes për ato familje. Din ku i ka shenjat e njerëzve ma patriot që i ka pas këtë tokë. E tash gjaku jo që kësur gjak i freskët. Dhe këtë gjak do të me rujtna. Din më na hakmerë historia. Dhe qka nëse na hakmerë historia? A jem të gatë shumë i botë netën ka usë. Disa djemë tonë ndoshta menojnë që nuk
ka shumë e dobishme me bon kësi kauzar, me rreziku jetën e familjes, jetën personale, sepse shteti për mu i ka me të akmerë, shteti nuk për mu i ka me koni kujdesshëm sa duhet një të ardhme që të vynë me jetu me dignitet. Dhe apeli jam është të arrujmë Kosovën, të ndërtojmë Kosovën, sepse Kosovën e kemi la me gjak. Kosova meriton më mirë, dhe ato na duhet me bo, se kërkush tjetër nuk mund me bo përveç ne.